Përshëndetje të nderuar miq, jemi në emisionin tonë special kushtuar marrëdhënieve ekonomike Europë-Kinë dhe Shqipëri-Kinë, si dhe perspektivës së tyre. Kemi nderin të jemi në mjediset e punës së profesor Dr. Selami Xhepa, presidenti Universitetit Evropian të Tiranës UET, eksperti ekonomist. Profesor Xhepa, faleminderit që na mikprit. Faleminderit. Profesor Xhepa, kancelari gjerman Friedrich Merz zhvilloi në datat 24-27 shkurt një vizitë pune 3 ditore në Pekin, i shoqëruar me mbi 30 profesorë të kompanive më të mëdha prodhuese gjermane. Në fakt, vizita e tij u parapre një muaj më parë në janar 2026 nga vizitat e kryeministrave të Britanisë së Madhe, të Irlandës. Pse ky kthim i fortë i vëmendjes së Europës, profesor, ndaj shtimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve ekonomike me Kinën? Në vitin 2025, në vitin që lan pas, Kina u bë sërish partneri më i madh tregtar i Gjermanisë. Duhet thënë që skena e ekonomisë botërore gjatë viteve të fundit po përjeton një transformim të rëndësishëm thelbësor. Kjo në sajt të ndryshimit të politikave tregtare në veçanti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe politikat e reja tregtare të presidentit Trump. Gjë që e ka ridimensionuar, do thoja, të gjithë hartën e qarkullimit të maldrave në ekonominë botërore. Dhe jo rastësisht Kina në fakt ka qenë qendra e vëmendjes e vizitës së shumë, le themi, vendeve tjera, duke filluar që nga kryeministri i Kanadas, do thoya në një seri të liderave të europian, i Spanjës, mbreti i Spanjës dhe së fundmi edhe kancelari Merz, gjë që demonstron për rëndësinë e veçantë që ka, do thoya, ekonomia kineze në veçanti, por do thoya edhe një lloj ribalancimi në marrëdhëniet ekonomike tregtare midis vendeve të botës, ku të gjithë vendet po rikalibrojnë interesat e tyre ekonomike dhe në këtë kuptim, duke qenë se po trashëgojmë një botë mjaft të ndërlidhur, është e nevojshme që të rinegociohen dhe një herë dhe të shikojnë mundësitë dhe oportunitetet e reja që krijohen në këtë kuadër. Pa diskutim që Gjermania është ekonomia më e madhe e Europës dhe duhet thënë fatkeqësisht ekonomia europiane gjatë dekadave të fundit po përjeton një goditje të fortë në kuptimin e konkurrueshmërisë së saj. Vetë liderat europian janë të angazhuar në një do thoya një plan të rëndësishëm reformash të përshpejtimit industrial dhe të rikthimit të konkurrueshmërisë në ekonominë europiane. Kancelari Merz në veçanti ka ndërmarrë shumë iniciativa për deregullimin e ekonomisë, për të rigjallëruar ekonominë europiane, por duhet theksuar që rreziqet që vijnë nga konkurenca mjaft e fortë nga prodhuesit kinez, sigurisht që ka ndikuar seriozisht në aftësinë konkurruese të kësaj ekonomie. Mos harrojmë që, do thonë, sidomos në industrinë automative, kemi një lloj, do thoya, hollow out, pra një lloj të kurrje të industrisë manufakturës dhe të gjithë industrive të rënda, kryesisht për shkak të konkurrencës që vjen nga produktet me cilësi të lartë dhe me kosto mjaft lira nga prodhuesit kinez. Në gjykimin tuaj, nëse të bëjmë edhe një retrospektiv të këtyre 5 dekadave të fundit, si ka evoluar bashkëpunimi tregtar dhe investues mes Europës dhe Kinës, nëse kujtojmë hapjen ekonomike të Kinës në fund të viteve 70 të shekullit të kaluar, deri tek sfidat aktuale gjeoekonomike? Ky raport ka qenë një nga boshtet kryesore të ekonomisë botërore, mund të themi. Dhe në fakt, për vitin 2025, sipas të dhënave të fundit të Eurostat, vëllimi tregtar, Bashkimi Evropian, Kinë u rrit me 5%, me gjithë ju edhe përmendët kurrjet e ndryshme të industrive prodhuese dhe eksportuese të Bashkimit Evropian, edhe problematikat e tjera, duke kapur shifrën e 642 miliard eurove. Historia e marrëdhënieve ekonomike tregtare midis Bashkimit Evropian dhe Kinës besoj fillon të paktën që nga mesi viteve 70 i shekullit të kaluar. Dhe fabrika e parë gjermane për shembull ishte fabrika e Volkswagenit e hapur në vitin 1984 në Shangaj. Dhe ishte një kohë kur Europa i mësonte Kinën se si të prodhoj makina. Dhe ajo që po ndodh sot është një proces i kundërt, pra ku Kina po i mëson Europës se si të prodhoj makinat e gjeneratës së re, makinat elektronike kryesisht, elektrike, pasi Kina sot është lideri global në këtë lloj teknologjie dhe pa diskutim kjo si thua se thashë më përpara po ushtron një presion të jashtëzakonshëm dhe po e sfidon industrinë europiane të makinave, e cila duhet thënë që është përgjithsisht industri gjermane, sepse prodhuesit më të mëdhenj janë në Gjermani. Kjo ka bërë që ky proces, pra do thoya që nëse më përpara kishim një mori investimesh europiane në Kinë, sot skena është paksa më komplekse,
Sigurisht që interesat për investimet europiane në Kinë vazhdojnë që të jenë të forta dhe mendoj që një nga temat e diskutimit kancelarit mes do të jetë edhe për klimën e investimeve në Kinë për të qenë një klimë më e hapur, më mikpritëse dhe më transparente dhe në veçantë në mbrojtjen e pronësisë intelektuale, sepse kjo mbetet gjithmonë një nga çështjet më kritike në marrëdhëniet sidomos midis partnerëve të rëndësishëm global, duke qenë se edhe sot pjesa më e madhe e zinxhirit të prodhues po diktohet nga ato që janë industritë kritike dhe teknologjitë e reja, në të cilat mbrojtja e pronësisë intelektuale dhe industriale pa diskutim që luan një rol të rëndësishëm. Kjo, duhet thënë që pavarësisht që ka një lloj riorientimi të tregtisë, pra për shkak të tarifave të larta të Shtetet Bashkuara, tregtia e Kinës me Shtetet Bashkuara psoi një rënje me rreth 4%, por nëse shikojmë tregtinë e Kinës me pjesën tjetër të botës është rritur shumë. Pra, suficiti tregtar i Kinës jo vetëm që nuk ka ardhur në rënje, por është zgjeruar me gati 1.2 trilion dollar, çka do të thotë që ekonomia kineze vazhdon të riorientojë strategjikisht tregtinë e saj, jo vetëm me Afrikën, pa diskutim, por edhe me Europën, dhe tregtia me Europën, për shembull, dhe me Gjermaninë është rritur shumë, duke bërë që Gjermania nga një vend që ka patur historikisht suficit tregtar në vitin 2025 ka gati një 19 miliard dollar euro deficit, çka si thua e nënvizon edhe një herë rëndësinë që ka rinegocimi i marrëveshjeve tregtare dhe rishikimi i mundësive për oportunitete të reja, jo vetëm në industritë tradicionale, por në veçantë edhe në zinxhirin global të vlerës shtuar në ato që janë produktet teknologjike dhe sensitive. Në gjykimin tuaj, profesor Xheva, pse ka rëndësi forcimi i marrëdhënieve ekonomike Europë-Kinë për të ardhmen e afërt? Dhe cilat janë fushat ku bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar mund të përshpejtohet dhe zgjerohet? Shko, qoftë Kina, që pa diskutim është ekonomia e dytë më e madhe e botës dhe është gati 4 herë më e madhe se ekonomia gjermane, pra në këtë kuptim duhet nënvizuar fakti që ekonomia kineze ka një potencial të jashtëzakonshëm rritje, për arsye se nëse delim sot modeli i rritjes së ekonomisë kineze ka qenë kryesisht outward looking, pra duke parë në tregjet e eksporteve. Aktualisht rikalibrimi i modelit të rritjes nënkupton zgjerimin e kërkesës brendshme konsumatore, çka nënkupton pra që dinamikat e tregut të brendshëm, pra shitjet në tregun kinez do të jenë në rritje të vazhdueshme. Dhe duke qenë një treg me një potencial të madh rritje, kuptoj që zgjon interesin e vendeve të mëdha, ekonomive të mëdha, ku pa diskutim që Europa është një prej tyre. Europa është sot me Kinën kanë partnerin më të madh tregtar, me Gjermaninë për shembull, nëse Gjermania deri tani ka patur Shtetet Bashkuara partnerin kryesor, tani ka Kinën partnerin vet kryesor, pra është zhvendosur marrëdhënia midis Kinës edhe. Kështu që në këtë kuptim pra rëndësia e Kinës edhe marrëdhënieve midis Kinës dhe Europës mbetet kritike, por duhet kuptuar që problematika do thoya shumë komplekse që diktohet edhe për shkak të ndryshimeve të politikave të brendshme që ka Kina me vendet europiane, sigurisht që krijojnë do thoya probleme, dhe kjo e bën të rëndësishme që vizitat ndërshtetërore duhet të synojnë pikërisht në adresimin e problemeve që shfaqen, në mënyrë që të ruhen pak a shumë rregullat në tregtinë botërore, sepse fatkeqësisht le të themi sistemi i rule based i ekonomisë botërore është tronditur fort gjatë viteve të fundit. A duhet të përfitojë edhe vendi ynë nga kjo rritje e vëmendjes dhe bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar vendeve të Bashkimit Evropian dhe të Kinës? Ne jemi një vend që jemi në një proces intensiv të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe shikojmë, edhe ju e përmendët, kryeministri Britanisë së Madhe, pastaj kryeministri i Irlandës, Spanja dhe tani kryeministri gjerman, që po japin e marrin për më shumë aktivitet ekonomik me Kinën. Po mos harrojmë për ekonominë tonë, profesor, Kina është sot importuesja e dytë më e madhe pas Italisë. Është vërtet që për Shqipërinë Kina është partneri i dytë tregtar më i rëndësishëm në importe gjithmonë, pra ajo që ne blejmë në Kinë është pothuajse 14% e totalit të importeve që ka Shqipëria, nëse kemi importe gati 9 miliard dollar, janë rreth 1.2-1.3 miliard dollar që ne importojmë nga Kina, kështu që është pa diskutim pas Italisë partneri më i rëndësishëm.
Dhe ajo që ne importojmë nga Kina janë mallrat e teknologjisë fundit, pra jo vetëm mallra konsumi, duke filluar nga makinat, le të them kompjuterat, telefonat, e kështu me radhë, por edhe mallra industriale pra kryesisht në nivelin e teknologjive. Duke qenë se Kina është një ekonomi e cila konkuron në nivelet e larta të zinxhirit vlerësuar, pra në produkte që janë me teknologji relativisht sofistikuara, mendoj që kjo i ndihmon kompanitë shqiptare që të importojnë teknologji më të lira, në mënyrë që të krijojmë edhe në atë procesin e zëvendësimit teknologjik edhe të progresit teknologjik që është kaq etike për të rritur produktivitetin e ekonomisë brendshme dhe për të rritur konkurrueshmërinë e ekonomisë. Kështu nga kjo pikpamje unë mendoj që ajo se çfarë realizon Europa në marrëveshjet e tregtare me Kinën ka një rëndësi të veçantë, sidomos për ekonomitë e vogla si Shqipëria, sepse ekonomitë e mëdha janë më imune, kanë më shumë, do thoya, ashtu instrumenta sigurie, ndërsa për ekonomitë e vogla kjo mbetet me rëndësi të jashtëzakonshme, sepse një përkeqësimi i termave të tregtisë me Kinën sigurisht që do të diktonte kosto më të larta edhe për prodhuesit tonë brendshëm dhe për pasojë pastaj edhe për inflacion më të lartë dhe kështu me radhë. Ndërsa fakti që kompanitë kineze aktualisht, të cilat kanë overcapacity, pra kanë kapacitete të tepërta të ndërtuara gjatë kësaj kohe, dhe që po eksportojnë këto produkte drejt Europës me çmime shumë të ulta, përtej asaj që vënë në vështirësi industrinë europiane, por në kuptimin konsumator kjo ka efekte pozitive të reduktimit të inflacionit dhe për pasojë krijon mundësi që edhe vetë banka qendrore pastaj të ulin në interesat dhe të ketë mundësi për më shumë aktivitet ekonomik. Ju e përmendëm, nëse më lejoni të bëjmë edhe një retrospektiv shumë të shkurtër siç e bëm për Evropën me Kinën, edhe për 5 dekadat e fundit të marrëdhënieve ekonomike Shqipëri-Kinë. Juve thatë fabrika e parë gjermane e vitit 1984 deri në fillim të viteve 80 të shekullit të kaluar, ne kemi patur një bashkëpunim intensiv edhe në nivel ekonomik me këtë vend të madh. A ekziston potenciali, pavarësisht se tani brezat tashmë janë ndruar, por për faktin që Shqipëria ka qenë e veçantë për popullin kinez rreth, le të themi, më shumë se 4 dekada e gjysmë më parë, a kemi edhe neve një mundësi që sërish të futemi në atë lupën e interesave kineze, kuptohet për vendet e Ballkanit Perëndimor? Shiko, Shqipëria ka ruajtur marrëdhënie miqësore me Kinën dhe bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar me Kinën ka qenë intensiv, do thoja. Sigurisht që kjo varet shumë nga nivelet e zhvillimit ekonomik edhe në Shqipëri, po pa diskutim edhe në Kinë. Kështu që ne kemi parë për gjatë kohës, për shembull, që në vitet 90 kjo tregti pothuajse u stopua për arsyet që ne dinë, pra nivelit të përgjithshëm të ekonomisë tonë, por gradualisht me rritjen e ekonomisë së vendit, edhe shkëmbimet midis Shqipërisë dhe Kinës janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Ka një infrastrukturë ligjore, do thoya, adekuate, pra lëvizje pa viza, le themi një regjim tregtar relativisht i favorshëm, pra mundësitë nga kjo pikpamje për të eksploruar për më shumë aktivitet ekonomik dhe tregtar mbeten të fuqishme. Sigurisht që në planin e investimeve private, fatkeqësisht do thoya që nuk ka patur interesa të zhvilluara deri tani ose kanë qenë tepër të kufizuara, ndërkohë që kuptohet në fakt se Shqipëria është një ekonomi në shkallë të vogël, pra ndërkohë që Kina është një ekonomi që prodhon në shkallë të madhe, pra duke patur parasysh diferencat në madhësi, në size, kuptohet edhe kjo është shpjegueshëm edhe ky lloj disniveli. I ekziston edhe një kontekst i ri gjeopolitik, sepse sot është gjithë bota e hapur, nuk flasim për mendsinë e viteve 80 ku kuptohej që sistemet e prodhimit nuk dishin logjikën e tregut, por kryesisht linjave politike. Por sidoqoftë përtej kësaj, pra edhe në kontekstin e realiteteve të reja, mendoj që bashkëpunimi ekonomik e tregtar me Kinën në gjykimin tim mbetet një gjë mjaft e rëndësishme dhe duhet jetë në vëmendjen e autoritetet tona, sepse siç e thatë edhe ju, është e gjithë Europa dhe gjithë bota po shikon tek Kina një lokomotiv, sepse është një motor i cili mund të udhëheqë gjithashtu rritjen e ekonomisë botërore. Është vetëm ekonomi që pritet të rritet me gati 5% edhe për këtë vit. Në një kohë që ekonomia botërore do thoya është në një lloj ngërçi të theksuar. Kështu që nuk ka arsye që si gjithë vendet e tjera dhe vendet e vogla të përfitojnë nga kjo mundësi që krijon një ekonomi e madhe që të shërbejë si motor për të rritur ekonominë dhe punësimin.
Pyetja e fundit për këtë bisedë të emisionit special, profesor Xhepa, si e shikoni perspektivën e afërt të mesme të bashkëpunimit ekonomik dhe të investimeve Bashkimi Evropian, Europë-Kinë, por edhe Shqipëri-Kinë, dhe cilat do të ishin fushat me më shumë potencial që ju shikoni në afat shkurtër dhe afat mesë? Ne po të shikojmë për shembull aktualisht të gjithë marrëveshjet e reja tregtare që po rinegociohen nga fuqitë europiane, qoftë nga Anglia, fjala vjen nga Franca, nga Spanja, nga Gjermania dhe nga gjithë vendet europiane në përgjithësi, ne kuptojmë kryesisht shtimin e aktivitetit të investimeve dhe në fakt po të shikojmë gjatë 5-6 viteve të fundit investimet europiane në Kinë janë rritur ndjeshëm. Çka do të thotë pra që interesi për të qenë prezent në një ekonomi dinamike të botës vazhdon të mbetet i lartë. Mundësitë për investime mbeten si gjithmonë në teknologjitë e reja, sepse siç e thamë edhe një herë, ajo është edhe segmenti ku mundësitë për rritjet më teshme mbeten mjaft forta. Kështu që nga kjo pikpamje pra unë shoh që potenciali i zgjerimit të marrëdhënieve midis jo vetëm Gjermanisë, por si lokomotiva e ekonomisë europiane, por gjithë Europës dhe Kinës, unë i shikoj me prospekte pozitive, për te atyre ngërçeve që do të kenë, por unë besoj që do të gjendet mundësia për t'i mbajtur hapur rrugët e komunikimit dhe të kanaleve tregtare, për të mos bllokuar eksportet dhe qarkullimin e mallrave kritike, siç janë mineralet e rralla ose tokat e rralla që janë element kryesor, lëndë para kryesore për industritë e reja. Kështu që mundësitë për zgjerim të aktivitetit ekonomik dhe tregtar mbeten dhe siç e thash, edhe në këndvështrimin e ekonomive të vogla si Shqipëria, mundësitë për zgjerim të jo vetëm tregtisë, por edhe të investimeve mbeten të rëndësishme. Profesor Xhepa, ju faleminderit shumë për këtë bisedë sot. Faleminderit edhe juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në takimet e ardhshme.